Deponim Beturinash po ngulfasin qytetarët e Shkupit, posaçërisht banorët e komunës së Çajirit dhe Butelit. Ekipi i televizionit Alsat gjatë ditës ka frekuentuar disa nga lagjet e këtyre komunave, për të parë nga afër gjendjen tmerruese me mbeturinat, të cilat përveç se janë derdhur gjithandej, tashmë kanë nisur të bllokojnë edhe trotuaret për kalimtarët. Kjo ka djallë e tepër se kanë hekit, po gjithë sehet, njëherë hekin mujt, se hekin, kujti. A veç kontenjerat vini pasrojna? Veç kontenjerat i marrin edhe ka njëre kontenjerat me i marrin. Po pasi si hekin dherë që në duhet. Shka me thonë? Peshe një vetë. Jo këtë smuj e këtë. Я во север живеем, ама истото и кај нас е. Секаде е исто, јас не знам зашто не го собираат гибрето, стварно не ми е јасно. Собирава еднаш пола го собрава, пола го оставива и тоа. Се осеќа и лош мирис? Па да, точно, се осеќа. Не знам зашто не работа, зашто не чистат, стварно не ми е јасно. Sipas qytetarëve të anketuar, gjendja e këtij me mbeturinat është rezultati i menaxhimit jo të mirë të kryetarës së Shkupit, Danela Arsovska, dhe ndërmarrjeve publike nën kompetencë të saj. Se për 3-4 orë nuk kryhet, nuk pastrohet qyteti. Pikur ka henjë Arsovska, katastrofë, në të raund. Dhe smundje ka pikëtynëve. Ma tepër duhet mu paraqit të ndërkesave. Që edhe në bazë Dirzhanskës, këta të shpatin e kanë mushë me mbeturinë. A është kjo rezultat se s'ka kontejner boll që i qesin që shtu? Jo, s'është e vërtet. Ndryshe me punu 8 orë, ndryshe 3 orë. Se one 67 vjeti kam ba. Edhe fshinshin rreth kontinera për para. Si ka henjë Arsovska, katastrofë, s'ka kur fartë mire të sa. Definitivno da, nemam zborove, mnogo. Порано како беше? Порано по-друго, и општините поише работеа и комунална и овие што паркови зеленила, ама однезе нула. Nga ndërmarrja publike higjiena komunale thonë se punonjësit e tyre vazhdimisht janë në terren dhe brenda javës grumbullojnë mijëra tonë mbeturina.